Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gjërë që lëviz, kudo që shkon, nga do që bredh, vazhdimisht përmenda Allahun subhanahu wa ta'ala. Madhnoja atë dhe falëndroje për të gjitha dhuntit dhe begatit që t'i ka dhonë. Prej fjalëve më të zgjedhuna dhe më të mira dhe më të dashura të Allahu dhul xhelal janë subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kur maleve apo vendeve të braktisura dhe ti e përmend Allahun dhe brohorit, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Kur kështu brohorit, çdo gjë prej krijesave që ndëgjon këtë zë me cilin ti e madhon Allahun, e falëndron atë dhe vazhdimisht shpreh madhërime, mirënjohje, falëndrime ndaj tij dhe manifeston besimin e pastër monoteist tandin. Çdo krijesë, gur a dru, kafsha, insekt, shpens, a qka do qoftë, do jetë dëshmitar për ty ditën e llogarisë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, gjëra që një njeri e thret ezanin në një vend malor, e s'ka gur e dru, e kafsh që ndëgjon këtë ezan, e nuk dëshmon për te ditën e llogarisë. Andaj let ushton mali me madhnimin e Zotit dhe me brohoritjet tona, Allahu akbar, se Allah është më i madhi. Është më i madh se këtë kjo gjithësi që e ka kriju. Andaj kushdo që ka nevojë për dikën, let mbështetet në madhinë e tij në Allahun dhul xhelal. Kushdo që ka nevojë për ndihmë, let kërkon vetëm prej tij. Kushdo që ka nevojë për përkrahje, atë le ta kërkon vetëm prej tij. Kështu besimtari bëhet i fuqishëm edhe në dynjë, po i rëndësishëm në ahiret. Allah i madhëshëm gjithëve na mësof që t'jemi robë sinqertë Allahu subhanahu wa ta'ala.